Përkundër njoftimit që ka dhënë gjatë vizitës në Kosovë dje përfaqësuesja e lartë Kaja Kallas se BE-ja ka nisur heqjen e masave, në Bruksel nuk ka konfirmime se për cilat masa është fjala dhe kur janë hequr ato. Madje disa diplomat të vendeve anëtare të BE-s me të cilët ka kontaktuar koha janë shprehur skeptik rreth mundësive që të ketë shpejt heqje të mirëfillt të masave. Krejt kjo u duket më shumë si një veprim simbolik se sa shprehje e gatishmërisë për heqjen e masave. Një zyrtar i BE-s vetëm është shprehur se në vazhdimsi të diskutimeve nga Këshilli i Punëve të Jashtme të prillit, Shërbimi i Veprimit të Jashtëm dhe Komisioni Evropian kanë vendosur të nisin heqjen graduale të masave. I njëjti burim më pas thot se kjo përfshin rifillimin e disa nën komisioneve nga Marrëveshja e Stabilizim Asociimit dhe dhënia asistencës teknike në kuadër të kornizës investuese për Ballkanin Perëndimor. Pra, nga ky burim mësohet se nuk ka asnjë heqje të masave konkrete që kanë të bëjnë me fondet e BE-s, të cilat janë bllokuar Kosovës për gati 2 vite. Edhe për këtë vendim thuhet se vjen pas zhvillimit paqësor të zgjedhjeve parlamentare të Kosovës më herët gjatë vitit. Përmendet një komunikat nga dhjetori i vitit të shkuar i Këshillit të Bashkimit Evropian, ku ai ishte shprehur se BE-ja është e gatshme të nisë heqjen graduale të masave paralelisht me hapat për deeskalim në veri të Kosovës. Dhe thuhet se Shërbimi i Veprimit të Jashtëm dhe Komisioni Evropian po e bëjnë këtë dhe po i mbajnë të informuara vendet anëtare. Me përjashtim të rifillimit të punës së nën komisioneve të MSA-s dhe asistencës teknike nga plani i investimeve, asnjë mas tjetër ndaj Kosovës për momentin nuk është hequr. Burimet nga shtetet anëtare thonë se nuk presin ndonjë heqje domethënëse të masave dhe se Komisioni Evropian nuk po informon sa duhet lidhur me hapat që po ndërmirren në këtë drejtim. Ndonse të gjitha vendet e BE-s publikisht janë shprehur se mbështesin heqjen graduale të masave, burimet diplomatike përmendin sidomos Francën dhe Italinë, por edhe Hungarinë dhe Slovakinë si vende të cilat nuk janë të interesuara për një gjë të tillë. Këto burime thonë se edhe Komisioni Evropian është duke luajtur lojën me fjalë, duke lëvizur cakun kur është fjala për masat ndaj Kosovës. Franca, Italia dhe Komisioni Evropian, sipas këtyre burimeve, fokusin e vëjnë në fjalinë nga deklarata se heqja e masave është graduale, por edhe paralele me masat që duhet të ndërmarrin autoritetet e Kosovës. Pasi vendet e Kvintit dhe Bashkimi Evropian kohëve të fundit i kanë kritikuar veprimet e autoriteteve të Kosovës në veri si veprime që mund të krijojnë tensione, një gjë e tillë tash po shfrytëzohet edhe për të mos hequr masat ndaj Kosovës. Masat ndaj Kosovës edhe kur janë vendosur kanë qenë shumë jo transparente, nuk janë publikuar në ndonjë dokument zyrtar, prandaj edhe heqja e tyre po ndodh në mënyrë jo transparente. Gjithsesi duhet pritur në vazhdimsi se si do të shkojë kjo procedurë, pasi që tashmë po përmendet edhe mundësia që heqja e masave të lidhet edhe me formimin e institucioneve të Kosovës. Për këtë vënën nga Brukseli, Augustin Palokaj.